Mishë më të dashur, rikëthyëm përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit pas ditës katror. Sot kam mysafir të veçantë, ndoshta po të them Spidermania apo i Kosovës, mund ta ndal një vesh se kush është, po shohim video ekstreme të shumta nga trinjet e vendit ton. Është mirë sepse ka shumë guximtar e ata po na bëjnë shumë krenar, ndoshta edhe nivele botërore. I tillë është edhe Fitim Krasniqi që e kam sot në studio. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Atëherë, fillimisht po të thëmë bravo për videon e fundit dhe guximin që e ki marrë. Po të flasim për parkurin në përgjithësi, a mund të na tregosh më detajisht se çka është, sepse ndoshta kemi edhe nga ata që nuk janë ndjeni për këtë sport ekstrem. Po, parkuri është një sport urban, është një përzierje mes gjimnastikës dhe kërcimeve ndryshme. Është bërë një miksim i mirë edhe tash është sport urban që praktikohet, ka të bëjë me ngjitje, kërcime të ndryshme, akrobacione, rrotullime të ndryshme. Si lindi ideja që të mirësh me këtë sport, ndoshta kur shohim edhe video duket pak si rrezikshëm, po ndoshta kur e provon edhe mësohesh edhe është shumë atraktiv. Okej, si vogël tu këshyr filma, si fillim jam inspiru dhe jam fillu me praktiku vetë, mas ne me Vigan Bikliqi një shok të me në këna formu një grup, edhe që shpreja sa kohë funksionojna. Realisht sporti konsiderohet ekstrem, po nëse për një me e dënë qatë sen edhe i përkushtosh, atëherë kime arrit me përparu edhe me mësu sen edhe ma të rrezikshme, apo sen e ma të ndryshme që ka këtë lloj sporti. Ta që jam po sa vite që mirësh, ndoshta mund të them me këtë sport, po kur e sheh fillimin edhe kur i kujton ndoshta ato ngjitjet e para që ti ke bë, a thua koncertin e kësaj ndoshta duken shumë të lehta ngrasim me këto që i bën tani. Definitivisht po, janë kënd do sene fillestare që i kena mësu mas pari, mirë po gjithmonë të lyp diçka më shumë për vete se të marr parasysh se që këtë sport nuk është i kufizuar. Është një sport i lirë që edhe mundesh me kriju lëvizje të re. Nuk është i kufizuar, edhe në stop këna lyp diçka më shumë për vetës, kena provu, konsiderohet edhe si një lloj arti, kur ti mundesh me paraqit mënyrën që ti e ki kreativitetin tënë, mundesh me paraqit përmes edhe këtij sporti. Me mjaft mjeshtri, sigurisht. Sigurisht. Përmendë më herët që ki qenë me një shok tënden, po as ki pas dikon më të madh familje që ndoshta o mirë me këto edhe ki marrë me pastaj si trashëgimit ka lindëve që talenti për këtë, ose dëshira, por edhe dashuria. Apo ki qenë vetëm që e ke thënë familjen tonë këtë? Në familjen, kum pas të familjes që janë mirë me sporte tjera, mirë pa me qëtë sport, mas pari me vllon, me Armendin, ja këna nis për hajgare si fillim, edhe ka dalë ja këna nis me bu ma shumë, mirë po vllau, tash ka të marrë drejtin tjetër. Nuk e ka pa vetën që për këta. Dosh me dasht, krejtë ndryshe, diçka. A dosh me dasht shumë parkurin që me qenë ndoshta edhe pjesës e jotja mu bo çdo ditë, me qenë qysh më mëngjes, ose ndoshta edhe 2 herë në ditë, ose kur do që është koha e përshtatshme për të mirë me ta? Definitivisht lyp për kushtim të madh. Çdo sen e tepruar mundet me të shkaktu dëm edhe në ushqim edhe plot gjëra të tjera do shumë i kushtu rëndësi të veçantë se ky është sport që lyp fleksibilitet edhe përveç që është sport, e thash edhe më herët, është edhe si art ku është sen i rrezikshëm, mirë po është shumë sen i mirë, se përderisa ti të ditën e kryen një aktivitet ose e kryen një punë, gjatë ditës mundesh me koni se thrum, në fund ditës ti kur del me praktiku që të sport dush më fokusu komplet e lëvizjes, se s'ki kohë me menu për sene tjera, për ndryshe mundet me pësu në fatalitet apo në lëndim serios. Larga saj. A ka nga ata që ndoshta po pretendojnë me bo sporte ekstreme, e që ndoshta kur hypen atje nalë i vinë pak pishmën? Shof një banesë, sepse guximin ndoshta që e ke marrë ti të fundit është pak vështirë me arritur atje. Parkur që bojnë në Kosovë, ka plot parkuristat mirë që po parkurin dohet në 3 sfera dhe praktikojnë do stilet ndryshme. Mirë po, sa i përket që ty në video që i bëj unë, që kjo është mënyra jam që shumë e bëj parkurin, që kjo më pëlqen ma shumë, prandaj edhe kom zgjidhur që të mënyrë të bëmit, edhe mu më pëlqen me rrezikum, pëlqen me bëj numra të rrezikshëm, edhe mu me thonë që nuk ka shumë që bëjnë qëto sene të rrezikshme. Kur jemi tek video e fundit, që ki hyp mbi një venç, sa ka qenë lartësia, ki idena, po... Lartësia ka qenë mbi 100 metra, po mirë saktësisht
në metra ma shumë se disa u konë, për shkak të kate më me llogaritë që janë konë ma shumë se 100 metra. Sa kjo je marrë me të sa kjo ushtru që me qenë do shta në hapat sigurt? Është projekt që ja ka nisë shumë ma herët më planifiku edhe jo marrë non-stop me mu përgadit për qitë numër, ngritje ushtrime për krahë gjithë shka tjetër, edhe mas një kohë kur e po është arsyeshme që kom marrit tamam me stabilizu veten si penalësive të mëdhaja, si prej forcës trupit, atëherë po është arsyeshme edhe me vu, kështu që e realizova gjithë s'ka shkoj mirë. Ata që kanë fobi, si razë të emë, shumë e vështirë, më mirë me këtë sport ekstrem, a mujnë një dole dhe ata? Edhe a lujnë rol në shami me thonë edhe sa je i vjetër apo sa je i ri edhe sa peshon me kilogram? Ma shumë të lunë vullneti edhe dëshira për me bu qatë sen. Mosha nuk ka shumë rëndësit madhe nëse vërtet i përkushtohesh qatë i sen e atëherë kime më rri. Këtu po e shohim edhe videon e fundit të cilën tashmë i ki edhe në faqen tonë dhe zyrtare e ku e kam publikuar shumë. Sa jende i kënaqur me publikimin që është bërë qoftë nga meqt, ndoshta edhe nga ta që nuk të ka njohur fare? Okej, video është më thoni një nivel... Mos nga ka zëkuar, se po paraqisim të një rëzik për dikon tjetër, ndoshta i tu të letë. Video është e rrallë, ka një numër të pak njerëzë në përbot që e bojnë, edhe me thonë drejten, të morë parasysh faktin që jena veni vogël, video është pritë mirë, po unë presë më mbështetje edhe matë madhe, bile për sportista, për gjësi edhe për këto. Sa është nivel mbështetja? Mbështetja ka fillu mu përmisu për kundër faktit që shrukon kur ja këna nisë me praktiku si sport, po definitivisht presë ma shumë është diçka që duhet me pa tjerë që veni jonë ka talenta dhe ka njerë që mundën me bu njëjtë sene, mundën me bu sene të rrezikshme apo çfarë do sporti tjetër, sikur edhe venet e tjera, apo neve na mungon përkraje, si sportista na mungon përkraje. Tash për një me mujna me thonë si një Spider-Man, po që po duke ty që po e shenë ekran. A ki qef një pa videot e tua? Derisa ti derisa të kryet montimi s'kon qef me po heq, u dollë diçka e mirë edhe në momentin kur e shë vetën të bu këtë që ke realizu atje nalt, e kupton që shukon ma realisht gjendja, edhe pse kamera me cilën është realizu e ka kontin më gjanë se sa syni njerit, edhe shë ma shumë se sa ke po me sy real. Edhe është në gjësi e mirë me po vetën të realizu diçka të mirë. Pas pak do janë edhe disa pamje që ndoshta për ata që kanë fobi ndaj lartësisë është janë pak ma të rrezikshme, kur edhe ke duart vetëm duart lart, sa ka qenë e vështirë ajo? Qaj u konë qëllimi i këtë videos, edhe që për që ata e këmë bu përgaditjen ma të madhe, për ndryshe pjesa tjetër e videos nuk u konë shumë prioritet që më ju përkushtu që ashtë shumë, këtë përgaditje që më ka dashtë më ka dashtë për pjesën kur kapna me durat. Të paraqitet pas pak. Po me t'janë ofru, po me t'janë realisht një që shëkom po dhe one, mirë po në gjine që përjetën një sportist atë që e praktikant këtë sanë është pa përshkrushme, është në gjësi shumë e mirë dhe shumë e rrallë, me thonë. A të kujtuar çfarë ore ke po këtë video? Më gjes. Më gjes, në orë dhe hershme? So është pak rrezik të na, tash kena shumë portale të ndryshme edhe me pa një person ndoshta shumë lartë, shkruajnë me një herë. Është po, ki drejt, për keq interpretojnë edhe tek e fundit ka njerë po vjen edhe deri te ato fjalë që mos më myt veten në sa. Apo duhet më zgjuar shumë mirë që kanë nxjerr punë. Sportistave. S'po shihen, s'po të shak kërkosh edhe ma lehtë me bu. Kjo është pjesa kryesore. Pjesa ndoshta më e vështirë. Mendimin e kujt? Ma mirë me thonë që po shihen poshtë shumë dëp mund më po dhe makinat, kerrët, njerëz gatës duke. Je shumë lartë andaj. E ke realizu vetë këtë video? Ka ndihmu dikush nga poshtë? Po, më ka ndihmu një shok jami, Agon Kelmendi më ka ndihmu, është kameraman edhe ka ndihmu pe pjesën së poshtme edhe s'muj me më huqë edhe ai poshtë s'ka pas emocion edhe adrenalin të po shokën e vetë që ka najnë. Kështë që me pak punë. Kur edhe u kry, cili ka komenti shokët? Shqyqyrësi e gjallë që ka që.
Këto ke ushtruar ndoshta më shumë se një muaj apo ka qenë një muaj më parë? Po projekti u kon më i madh. Para shumë kohë kom planifikuar me bo, po më ka dashur të më përkushtu dhe më përgatit si fizikisht edhe psikisht për me bo. Edhe i kom kushtu rëndësi, edhe kom arrit me bo si përfundim. Edhe le të themi që pe kësaj videos ka dhe pjesë të pa postume. Të pa postume, pra do me thonë që pas ka edhe diçka tjetër. Ma të rrezikshme, ka diçka... Ka dhe pjesë tjera ma të rrezikshme që në tarë me shkull kanë postu edhe ato. Besoj që do i kemi, si çdo herë kuriozitet në vetën, kemi edhe rubrikën e kurioziteteve të cilat do i shfaqem në emisionin e pasditës katror. Sa vre kësaj, po çka është ndoshta që ndjenja që ti tu ka jap, që ju ndoshta mi banesa, jenë gjitë nëpërmjet kulmeve të ndryshme, edhe ku ke projektuar ndoshta diçka që të ka ngele dhe më interesante që mundesh më shpalos me neve. Jem të punu me një projekt më të madh, edhe jem të punu për çatë projekt, në mënyrë që ai projekt po pretendoj me marrë për masa më të mëdha, edhe në vendin tonë po është problem me realizu për shkak të mentalitetit kur e shohin realisht se kuptojnë hala çfarë sporti është. Ka njerëz që nuk e kuptojnë çfarë sporti është, edhe ku ngjet shkoku i këtyre gjëra, fatkeqësisht po. Edhe shumica e realizimeve që i bëjnë nëpër pjesë të pabanume, ku se shqetësoj kërkon. Edhe ka shumë objekte të mira tjera të banuar, mirë po shkaku i banorëve meten të pa realizueshme. Ndërkohë tek eksperiencat më të mira çka mund mendo? Për eksperienca më të mira, mund të mendoj këtë video që po shohëm, edhe ka edhe video të tjera ku janë profilin tim dhe mund të them që do më të kaqja banesa kur jam shumë pas një litar u kanë eksperiencë shumë e mirë dhe u kanë frymëmarrje shpejt, adrenalin edhe diçka tjetër. Kjo është një video tjetër, është realizuar para pak javë, ku më shumë është bërë më shumë. Çka ka qenë qëllimi i kësaj? Përjetimi i adrenalinit, si zë. Ka bëj me shpejtësi, është shumë e shpejt, edhe u kanë teren shumë i papërshtatshëm, shumë kulmi, diçka që rrshat shumë. Po u kanë eksperiencë. Nëse nga dalësosh pak edhe përfundon keqa? Nëse nga dalësosh pak, mundet me të hu balansin, mundet me ndodhë diçka e papritur, në thjesht dëshmi bëj lëvizjet e shpejta edhe të kontrolluar patjetër, edhe fleksibile që mos më dështu mirë, po paraprakisht para se me realizu në ndaj numër të caktuar, e lë dhe opcionin në rezervë, çka nëse nuk funksionon që kjo, edhe më ka ndihmuar shumë derisa. Planin vazhdon. Gjithmonë. Sa i përket videove të cilat i keni në faqen tonë dhe zyrtare, Fitem Krasniqi, mjafton me shkruaj se Fit, më duket. Fit Krasniqi, edhe i keni gjitha videot, po faqja zyrtare ke Fit? Faqja zyrtare nuk kam hap për shkak të mbështetjes që cekom ma herë të pakët, që mujna me thonë. Mirë po presim, në të arme në ashtë abotë edhe faqja. Mirë po mjafton më shpërnda video që me po edhe njerëz tjerë edhe nuk ka shumë rëndësi tani edhe faqja. Mjafton më bo e popullu me këtë sport në vendin tonë, me në njoft njerëz çfarë sporti është, mos më thirrën ato emra që na kanë thirrë për ato vjetëve majmuna, kitra, gjithçka tjetër. Sa kemi pamje të mira kur ke qenë atje në Alta, u do ke Prishtina bukur. Prishtina kur na herë mos më ka dorë na bukur, është sikur me pas në plan dorës edhe definitivisht e kena një qytet shumë të mirë. Të ndalemi pak te komentat, ata që friksohen nga lartësitë, zëri dinë se do t'jenë edhe ndoshta komente, sa do që ju pëlqen ka me qenë diçka negative, sa që shqetësojnë këto? Pa i pe eksperiencës unë e kom mësu që pavarësisht çfarë sani realizon çfarë numri të rrezikshëm apo jo të rrezikshëm, veç atraktiv, gjithmonë ka me pas për aty në komente që kanë me konë edhe me thonë edhe të këqija, apo që njerëz atë ndjenjen e vet kur e shohin që fleksohen ndoshta apo thjesht vetë nuk e kishin provu e përcjellën përmes komenteve. Edhe nuk është diçka që më shqetëson, se është thjesht një mendim i do njerëzve që nuk i pëlqejnë gjanat e njëjta që i pëlqejnë. Përmendëm më herët Fitem që mbështetja nuk është fare e madhe, megjithatë mos themi fare e madhe, ja ka nisë më përmisu shumë edhe ja ka nisë më përkra njerëz privat, në kompani private, njerëz shoqënia, ja ka nisë më përkra. Në krahasim me vendet e tjera jemi shumë larga. Mirë, po edhe popullatën nuk i kemi shumë madhe, po
kemi nevojë hala për kraje. Kur kemi mundësi, besoj që më marr për kraje edhe më të mëdha. Jo si veç unë po sportistë tjerë që ka shumë talenta, sidomos në vendin tonë. Ti ke edhe shkollën e parkurit, tashmë edhe je trajner atje. Sa ka të ri të interesuar, edhe ka vajza, se kohëve të fundit kemi edhe shumë vajza të guzimshme që në sportet ekstreme, po janë të pranishme. Po në këtë sport, sa janë? Po, klubi funksionon që 2 vjet, edhe kanë fillu me orë 3, ka të interesuar, mirë po, që është më e reja, është që kanë fillu me orë dhe femna, vajza, edhe ja ka njësë me ushtru, mirë po si fillim të merë me senet bazike, me senet elementare, në talë me tafën besoj që ka me posë edhe video ku shien me gjana që ato i kanë mësu edhe akrobacione që mujmë i praktiku ato tash. Sa po ja dalin? Mirë, si fillim mirë është, senet bazike kanë arrit me i përcetu shumë shpejt, kanë arrit me i mësu edhe po presi ma shumë, të paktën besoj që s'kanë më nalë, se në vendet tjera, femna është masë normale me praktiku një sport ekstrem, apo një sport. Po të na nuk ka shumë femna që praktikojnë pak në sportin e parkurit, mirë po presim përfasia, unë me thonë. Përmenda më herët që po dalim mes ditës, ka me mendu dikur që jemi të bo vetë vrasje. Ashtë koha e ma përshtatshme edhe ashtu në mëngjes, ndoshta është më freskët, është më lehtësi për juve, a ki pas raste kur ndoshta ka qenë shumë ftohtë, edhe ki qenë shumë lartë, je mërdhi. Po, ki drejt, me dalë mes ditë, njerëz të na mujnë me keq kuptu, mujnë me marrë çka do tjetër përveç parkurit, se nuk ka një thjesht për këtë sport, për që ata dhe qona herët mëngjes mi realizu video, s'ka njerëz, është qetë, mu me realizu pa e pengu kërkonin, ka ndodhë dhe raste dhe pe atyune të këshia, o kur banesën dhe më të katë atje, u konë ftoft, u konë gricë, mu ka dash mi përdorë mëngë të dugësit, për mu ka venet caktuna, për shkak që u konë gricë, u konë dimën, ftoft. Mirë po u krye dhe ajo me sukses edhe mbetet njëna për eksperiencat mira. Sa ka me pas risi tash me video? E ke përcjellë vendet e tjera? Edhe pse cilat gjithë në gjithë arëmbesin të pas volume, veç ndoshta ka dhe eksperta. Ashtu që pas volume. Mirë po pa tjetër. Po, definitivisht jem të punu panal në për projekte edhe ka gjona dhe më të rrezikshme se sa kjo. Sa je aktiv, si të zgjohesh, a do me thonë më shku dikon? Mas një kohë, mas do vjetë që ti e bën, këtë sport e praktikon dikur, përveç sportit kënë ndryshon, shëndrot edhe mënyrë kjetesës, ku realisht nuk të shkon dita pa praktiku, diçka pa bo, diçka. Pjesë e pandashme. Ti është sigur ta lyp trupi me praktiku që atë sen, është pjesë e pandashme, definitivisht. A ndodhë që ndoshta më shumë se një ditë praktikosh? Po, bilim me qef. Kur ke koha? Shumë, po. Vikendet janë super aktive me parkur. Megjithatë, ti edhe me vallëzim i ki punë të mirë. Së është si kam të që. Garab Music është ku edhe praktikojni, bëni ushtrime të ndryshme, shumë shpesh merrni pjesë në projekte të mëdha që i bëni me madhështore. Si po shkojnë fund? Mirë shumë, mirë. Get Up Dance Studio është një studio vallëzimi, edhe ato ushtroj, po. Edhe jemi të punu dhe anena me projekte, që është ditë dhe projekte më të mëdha, këna marrë pjesë në për plot venet ndryshme, koncertet mëdha, reklama, spote, plot senet që mune mu përfshi edhe densi, edhe pa tjetër që se kemi një të munol, ka 3 edhe 3 që po interesohen, edhe ka talenta shumë, edhe në anën e vallëzimit, këto të na që definitivisht janë shumë të mirë po edhe ata sigurohen nuk kanë përkrajet mjaftueshme. Na, po e presim që përkraja. Në venin ton, përveç dancën villaztar që është një lloj tjetër vallëzimi, nuk ka ndonjë kompeticion që organizon veni jon ose çfarë di që apo ndonjë show apo ndonjë çfarë di ndonjë mbrëmje ku mbledhen edhe artistat e zhandra të tjera për vallëzim me kallëzu vetën. Na urojmë që këmu bo, shpresojmë. Sepse talenta ka bol, veç edhe për kraja paket. Edhe shumë për para. Shumë për para.
Çka të ka shqetësuar tjetër që ko mujtë me përnë profilin tonë ka qenë që për kraja po tjetë njëri ndoshta ndërkombëtar ose pa e njohur fare, po bëhet shumë publike, po bëhet shumë e madhe. Edhe për krajen po japin më shumë, se sa një personi që ndoshta është nga vendi jonë, edhe kur po e shohim video ndoshta është diçka shumë e madhe, edhe po thojmë lebe se kur gjë s'pas ka bu. Fatkeqësisht po. Nëse njëjtin video dikush jashtë e kish realizu, njerëz kur e shohin një video të mirë, parkuri që do ne vlerësoj për të mirë, njerëz myten të mbu etiketime, myten të maqu qatë video non-stop ashtu të bu presion këshyre anina, edhe pse më ndodhë që ma shumë se 20 herë mrena ditës e shë qatë video, edhe njëjtin video me bu dikush i venit unë nuk është e njëjta për kraje. Thjesht, sikur ngurrojnë me mbështet dikën që realisht do të munu me bu diçka. Fatkeqësisht. Në urojmë edhe për mirësimin e saj, edhe pse mbështetje ki pas duket me cilësi shumë të madhe, sepse po t'jim profilin e ti, ka shumë publikime që janë burë me ta, Spider-Man, po se po ka pas edhe fjallë tjera shumë të mdoja, që tashme edhe qujnë fitimin mënyra tjera, ndryshme. Fatmirësisht shoqënia edhe portalet ndryshme, kësaj ere edhe kanë vendosur edhe më përkrahë, më kanë përkrahë dhe video më herët, po jo edhe qaqë shumë me këtë video, me thonë që u konë hera që mas shumë t'i ku marrë përkrahje, kanë shty edhe shoqënia shumë njerëz të mahollës, njerëz gjithka, grupit get-upit, grupit nxënësat anena, gjithka njerëz shoqënia, fakultetit, gjithka edhe është të buë mundën që mu shpërndo video pak më shumë edhe besoj që s'ka mënoj me qikaq po shpresoj me marrë për mosa më të mëdha. Këto janë edhe planet si më të afërta? Planet më të afërta janë të punu për to në video edhe më të rrezikshme, mirë po shkohet me hapat sigurt me thonë. A i ki kry, po më duket po qëndron shlirë, apo po ta java ndjesi? Pjesa kryesore e videos ka përfundu, mirë po kam jetë edhe do skena të rrezikshme, ku besoj që kanë më realizu me sukses për faktin që po ushtroj shumë. Unë po uroj shumë sukses e fitim ty dhe gjitha ta që janë tashme i takojnë shkollës tonë dhe ty si trajnar, që shpëndish kur po thojnë trajnar. Shumë është në gjësi e mirë, masa kohë kur ja kum nisën s'ka pas kush më dhonë na i mësim, ku më bu me shokë e me, edhe ta është në kohën kur të vjen ty koha me mujtë, me ndimu dikujt të vogël që po dënë me bu qatë sen, është shumë gjësi e mirë edhe... Kjo punë bëhet vullnetare? Kjo punë bëhet vullnetare dhe e bëjmë shumë qef. Nga mirë. Botëroj shumë sukses e ty, faleminderit që ke gjetur sot kohë t'jesh me ne, edhe i presim videot ekstreme tjera që la do arrinë. Pa tjetër që po me njerë me nej kohë jo shumë t'largët, edhe faleminderit edhe juve për ftesën, ishte e knaqësi. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Mirë të dashur, ne arritëm deri tek minutat e fundit për bisedën e rezervuar në studio në emisionin e Pas ditës katror, po shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi përsëri.